topin e parë do ta shkelmoj skuadra e Dinamos, luan me uniformën e bardhë, mbron portën në krahun e djathtë të ekranit, ndërkohë që e shoh Ilir Dajën të jetë tashmë në pozicionin e tij është i përpikt me orën që tashmë sheh kronometrin për ta startuar së bashku me sfidën. Vjen këtu vërshëllima dhe nis dueli. Menjëherë Ali, presion lart i skuadrës kipriote. Pasimi për Ekuran Berishën, e ul mirë ton Usni Ismailin. Del mirë, ndërkohë niset Malomo. Shef televizje, çfarë hapësire ka, por marrja nuk është perfektja. Malomo sulmon, tenton një krosim drejt zonës. Del Majevski. Sinjali i parë i Dinamos. Është e thjeshtë ta thuash, megjithatë, çojmë të dalje të Joanu. Pasimi i tij për Kina, tenton ta kthejë në qendër. Topi shkon tek Joanu, kjo gjuajtje jashtë. Zbritje shpejt e pafos. Fatmirësisht ai top pati 2 devijime për të mos e lejuar skuadrën kipriote të shkojnë në finalizim. Ka ndruar krah Kamerunasi, ndërkohë këtu Joanu tenton një krosim, devijohet udhëti nga këndi, por për gjyqtarin ka penallti, thot. Vërshëllen gjyqtari. Niset braziliani dhe jashtë ai top. Jashtë ai top. Duket se vërshëllimat ndaj kapitenit ja kanë vletur. Minuta e 37 mbyllet. E nxjerr përpara, pa adres, Bruno Felipe. Pasimi i tij gabuar. Berisha ka mundsinë. Berisha! Çfarë u bët? Ekuran Berisha. Tentoi me t'jashmen, por nuk ishte i saktë. Ekuran Berisha. Vje krosimi drejt zonës. Një top që shkon tek Joanu, provon fluturim fish, po to për mrekulli Dinamo. Topi i drejt kraut, shojmë tentativ, Lorenzo Villa. Del portieri prapa, Berisha! Çfarë u bët? I dyti moment i mirë, por ky është realisht për të vendosur duart në kokë. Ndërkohë Qefalia me këtë pasimi për Silva Richards, përpara portierit Silva Richards! Çfarë gjuajtje! E pa besueshme çfarë fal Dinamo! 60 minuta lojë. Pasimi ti për Lorenzo Villa, del mirë Dinamo, Lorenzo Villa, findet ti, hyn në zonë, krahun e maj, pasim për Berishën! Çfarë mundësie vion aksioni, Qardaku, tenton me djathtën! Qardaku! Çfarë mundësie! Dinamo e vendos përpara kundërshtarin. Ndërkohë këtu ky top Teqa dhe shkojmë atëherë kur nuk duhej. Por ka faul! Sapindo kthen prapa festën e tij. Ka një faul ndaj Naser Alit. Ka një faul. Ishte ndaj Përndrecës. Ta shohim edhe një herë tjetër. Ky është momenti. Koldar ka vendosur duart ndaj Përndrecës. Ndërkohë merr konfirmimin nga vari, po pret. Silva Richards për Berishën, kjo gjuajtje! Finalizimi dobët. Ekuran Berisha. Gadi Adamu Alasan Metaj. Top në drejtë të Fadajros, ka mbetur në mes portieri Fadajro! 1-0 Dinamo! Minuta 78, sapo hyn në fushën e lojës. Fadajro! Fantastik! David Fadajro! E meritonte Dinamo këtë gol dhe vjen me një dalje të shpejtë. Lojtarin që vjen me formulën e uazimit, sulmuesi nigerian, presidenti Bardhi shkarkon emocionet e një pjesë të dytë të çmendur për Dinamon. Shikoni një herë tjetër, pasimi i jashtëzakonshëm i Alasan, një gol që vjen nga stoli, merita absolute e trajnerit Daja. Provon dhe Guga. Kërkon një tjetër penalti dhe wow, e pa besueshme, vjen sinjalizimi i Simane Larin dhe shkohet me karton.
Ruset, Lele për ball Aldo Teqës. 1-1, minuta e 83. Barazon me penalti Lele. Qka ka Sapindo? Nervëzuar ka diçka me pankinën e Dinamos. Që të dalit të Bruno Felipes në krahun e djathtë. Krosimi i tij, Anderson nuk arrin dhe më pas kjo tentativë me fat Teqa. Me fat Teqa.